atëherë? Që në 2002. Tani çdo gjë bën sens. Që në 2002. Kam përshtypjen se te kjo s'ka famkeqe. Në fakt mund t'i kenë thënë largohu pakës, jo, të shkon më shumë ky mbiemri tjetër. I kanë thënë, çfarë ktheu nga profili tjetër, Më vjen si gjini. Ky profil Maneku që nga. Ky profil Maneku. Nëse si të qoftë që dashur do të flasim për zhvillime të shumta banor që po protestojnë në të gjitha anët e vendit jashtë protestave politike, halle serioze në Vlorë, halle serioze në Durrës gjithashtu. Kombinat nuk rreshtin njerëzit të kërkojnë gjëra që si takojnë, llastohen oti, llastohen. Dhe si ka mundësi, domethënë Vlorë dhe Durrës që përmendëm në Maldivet e Europës po ndodhin kësi gjëra, është shumë e çuditshme. Nëse edhe pak mund ta ankoheni sa t'ju heqim qafe, se do ja japim Durrësin dhe Vlorën, do ja japim të huajve, sepse po rregullojmë marrëdhëniet ditën e djeshme, ishte kryeministri jonë në një parlament gjysmë të boshatisur. Duke si ato aktivitetet ku shkojnë gjimnazistat ke kuvendi jonë i Shqipërisë? Që janë vetëm 2-3 deputeta aty në fillim? 2-3 deputeta, por në fakt mbushat kështu me student, me student. Me student, jo, me petale. Me petale, ajo pëja është petale, nuk është për patronazhist. Si do qoftë miq të dashur, ndërkohë që shqiptarët kanë halle të zakonshme, kryeministri ynë po linte nam për mirë. Për mirë gjithmonë. Për mirë gjithmonë në Izrael, njerëz. Edhe pse çuditërisht këtij Izraelit, veçanërisht Netanyahu i kanë qëndruar pak larg liderët botror. Sepse ndoshta është pakës me një akuzë nga gjykata penale ndërkombëtare. Për krime njerëzore. Ky ka qef këto, I ka shef. Po. Biles madje është pak i butë ky Netanyahu. I duhet dhe një akuzë për trafik ndërkombëtar droge që tjetë që ta jetë pakete plotë, Ti janë shok të ngushtë, po pati edhe një akuzë për trafik ndërkombëtar droge, siç kishte për shembull ky Maduro, që bënte edhe trafiqe, shiste ilegalisht gjëra kështu. Si do qoftë miq të dashur, do të flasim për një gjë tjetër. Sot kur duhet të jetë protesta e radhës? Këtë duam të zbulojmë. Kjo është data, pas asaj që pam në datë 24, me sa duket njerëzve po u ha trupi, po u ha duart për sërish protest, ndaj duam të zbulojmë datën e radhës në 069 27 22 27 2. Mirë presim opinionet tuaja, në formë mesazhesh, telefonatash po ashtu. Gjithçka keni për të na treguar miq të dashur, sigurisht në WhatsApp, nëpërmjet telefonit, në çdo formë tjetër komunikimi që keni përdorur dhe përdorni nga ato format kreative. Ndërkohë do të shohim zhvillimet kryesore në këtë çast dhe ta marrim me radhë, do të kemi një ditë të ngjeshur interesante. Le ta fillojmë mëngjesin ashtu si na ka hija. Lideri i opozitës Sali Berisha po merr pjesë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës, i shoqëruar nga deputetja demokrate Albana Vokshi. Nga Strasburgu, Berisha tha se opozita po vijon betejën e saj kundër narkoshtetit dhe keqçeverisjes së Edi Ramës, duke theksuar se kjo betejë po e çon kauzën e saj në arenën ndërkombëtare edhe në vëmendjen e institucioneve europiane. Deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu, denoncoi dhunën policore ndaj qytetarëve në protestën e 24 janarit të opozitës. Balliu publikoi provat që implikojnë drejtuesit më të lartë të shtetit, përfshirë kryeministrin Rama dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë Ilir Proda. Balliu ndal tek raste më të rënda të dhunës ndaj fëmijës 10 vjeçar, dëmtimin fizik të një gruaje dhe përdorimin e gazit lotësjellës të skaduar që përbën rrezik serioz për shëndetin. Pasi dështoi me menaxhimin e mbetjeve si pasojë aferës 400 milion euro të inceneratorëve, qeveria po planifikon të shpenzojë miliona të tjera. Agjencia shtetërore, operatori blerjeve të përshëndruara, do të shpenzojë 700.000 euro për projektet për ndërtimin e landfilleve të reja në Elbasan dhe në Fier. Kjo shumë do të shkojë vetëm për hartimin e idesë se si do të ndërtohen landfillet e reja, pasi zbatimi këtyre projekteve pritet të kushtojë miliona euro të tjera. Ndërkohë kryeministri Edi Rama nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi për vjedhjen e 400 milion eurove përmes kësaj skeme të firmosur nga qeveria e tij.
Ministri i Financave Petrit Malaj mbron dhe justifikon parkun Fantazmë Durana, ku shpreh se për kompanitë në këtë park legjislacioni është i qartë dhe se tatimet dhe institucionet e tjera në varësitë e tij kryejnë kontrolle periodike. Por ligji për parqet teknologjike që operojnë pa taksa është i qartë se këto kompani mund të ushtrojnë aktivitetin vetëm brenda zonës së përcaktuar me ligj. Në rastin konkret në Xhavzotaj të Durrësit ka vetëm livade e asnjë godin ku këto kompani mund të operojnë. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Durrës, ku 56 vjeçari Mikel Ndoj ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare Jessica Ndoj dhe kolegun e saj që punonin në një agjenci imobiliare. 56 vjeçari Mikel Ndoj me origjinë nga Mirdita, por banues në Durrës, është paraqitur pranë agjencisë ku punonte e bija, e cila pasi ka dalë jashtë është përfshirë në një konflikt verbal me të atin e saj. Konflikti ka agravuar dhe Mikel Ndoj ka shëlluar 4 herë me thik vajzën e tij Jessicën. Teksa kolegu i saj, Onard Memlika, ka hyrë për t'i ndarë dhe më tej ka mbetur gjithashtu i plagosur nga goditjet me thik. Banorët e lagjes Semin Matraxhiu në Elbasan kanë protestuar përpara bashkisë kundër vendimit për zgjerimin e varrezave të qytetit, të cilat sipas tyre do të afrohen shumë pranë banesave ku ata jetojnë. Ata theksojnë se edhe pse u ishte premtuar që në parcelën ku do të zgjerohen varrezat do të ndërtohej një park, tashmë bashkia ka marrë një tjetër vendim. Ata kanë dorëzuar edhe një peticion për të kundërshtuar këtë vendim, duke u shprehur se nuk mund të jetojnë në një zonë ku varrezat do të jenë ngjitur me banesat e tyre. Rikthemi në studio, miq të dashur, do të flasim edhe për një zhvillim shumë interesant. Institucioni më i famshëm në Vlorë, Kadastra, tani më i kanë gjetur një zgjidhje pasi ndronin çdo 2 muaj drejtorët. Po sigurisht, pasi e tentuan edhe me një ish demokrat si Genci Dero Memaj, i cili ndroi partinë. Po sigurisht kapi pozicionin i shkreti, por e humbi shpejt atë. Është radioaktiv, toksika i Kadastra e Vlorës, me sa duket. Pasi kanë mbaruar punë dhe kanë pasur ca vështirësi her pas here për ngastra të caktuara, kanë gjetur zgjidhjen. Ta zhvendosin totalisht kadastrën e Vlorës në kryeqytet, në Tiranë. E kanë sjell në Tiranë do pak afër kryeministrit, sigurisht pse mos larg qoftë për shembull Himara, mos ndoshta ja rrëzojnë tavon edhe nuk ka si t'i ndajmë ato pronat që i interesojnë këto kohë se po ja kërkojnë. Po pse të ketë përplasje, le të largohemi nga konflikti, pastaj për 55 punonjës që mund mbeten pa punë, nuk është ndonjë problem i madh. Po jo, ose i gjejnë vendin atyre në bashki, sigurisht nuk do ketë njëjtat rroga dhe nuk do rrjedhje, nuk do pikojë njësoj si në kadastër, por kjo është një histori tjetër. Megjithatë, reagimi kryevepër ishte i Çuçit, nga këto të deleguarit politik të Partisë Socialiste, i cili u gjend pak ngusht, i papërgatitur kështu. Ja ta shohim mirë ç'thot dyshi. Jo, më fal, njëshi. Ka dalë një vendim. Ka urdhëruar drejtori që ka dalë sot për mediat, por është e firmos para disa ditësh. Po. Nuk e di. Okej. Gjithsesi do këmbgulni ju që të qëndrojmë Vlorë? Për mua në Vlorë do të vijë qeveria. Është normale që ti ke institucionet nga Vlorë. Po ç'a qeveria ne po na heqin të gjitha tani do vi qeveria. Më pëlqeu shumë tranzicioni, nga nuk di që në juaj. Ç'do thom? I futi aty edhe një shplarje, këtu duhet vi qeveria. Edhe NASA, nga që ka dhe shkecar aty, edhe NASA duhet ta ketë qendrën, ku dëgjon, OKB-ja duhet ta ketë qendrën në Vlorë. Ç'a çojmë në gjë tjetër në Vlorë? Ç'a kanë qef vlonjatët? Çfarë kanë çfarë? Ç'a kanë me qef? Me qef. Do të çojmë në qendër kështu, kërkimi bërthamor, Cernin e Zvicrës për shembull. Po pse jo? Cernin ta çojmë aty. Edhe i zgjidhim të gjitha në këtë mënyrë. O vëllezër, o motra, zgjoni. Po zgjoni, ku do shkoj Vlora më lart se kaq, madje. Do të sjellim hënën këtu. Ishte aq lart sa kishte gjëra tepër. Dhe kështu që kadastrën e hoqën. E hoqën, po. Radhën e ka Ismail Qemali Universiteti, ose edhe çdo shenjë tjetër e Ismail Qemalit vërtet, po kjo është një histori tjetër. Ndërkohë, prej një jave shumë biznese pasin vështirësi, sistemi ka rënë. Ka rënë sistemi. Mos e ka marrë gysi me vetë. Para se ta diskutonim sistemi me që ishim në Vlorë, një hidrovor aty nuk funksionon dhe 10 banesa janë përmbytur. Vazhdojnë të kemë probleme. A hidrovori famshëm? A i famshme. Në Akërni? Në lagjën Kushtrim specifikisht, do me thënë, godinat janë përmbytur, ndërkohë që ka probleme me ujin, po.
I ke parë në protesta, apo s'u ndjen? Shpresoj të shoh sa më shpejt. Shumë vonë. Dakor, këto janë pamjet simpatike. Po plerat Ja, pra plerat. Ja, dhe plerat. Ne kemi shkaktuar, ne vënjatët. Mor djema, po që keni këto plera, more. Që keni, more, këto plera. Nëse në Vlorë duket se ka shumë probleme, ka një kolaps praktikisht të gjithë qytetit, do të flasim edhe pas pak. Ndërkohë, vim të një problematik tjetër që është sistemi i qeverisjes. Ose qeverisja. Me sa duket ka rënë, asnjë nuk paguan dot me bank, asnjë nuk kryen dot më veprime, por drejtori Ilir Binaj, e kishte ky drejtori i tatimeve, ai që na taton, ai që na mat kokën me pe. Shive çka ka thënë. Çfarë ka thënë? Doja thosha që sistemet tona janë nga më të avancuara që mund të ketë dhe ne jemi në zhvillim të tyre të vazhdueshëm, duke përfshirë dhe teknologjinë e inteligjencës artificiale. Patjetër që në punën tonë ka dhe momente gjatë zhvillimit që sistemet mund krijojnë probleme. Dhe ato adresohen. Po ishte domosdoshme ta dëgjoje, si ishte çfarë sistemi ishte? Artificiale? Hajde dhe avancuara që mund të ketë dhe ne jemi në zhvillim të tyre të vazhdueshëm, duke përfshirë dhe teknologjinë e inteligjencës artificiale. Patjetër që në punën tonë ka dhe momente gjatë zhvillimit që sistemet mund krijojnë probleme, të trahton trupi. Dhe ato adresohen nga strukturat tona të IT-së do të kishte bërë ndonjë prej satelitëve Albania 1, Albania 2. Hajde do ta kisha marrë të mirë qenë, mendoj. Po edhe ky si satelit ishte. Më ishte më lartë se balona kjo. Ishte si balon atmosferike. Sa i bukur ishte e pe. Artificiale. Kim një telefonat shumë natyrale që është duke pritur. Kupton, ky është kulmi. Ky është maksimumi i shkencës që kemi ne në vendin tonë. Drejtori i tatimeve, kupton, kontrollon biznesin, pastrimin e parave. Kemi një ndër sistemet më të avancuara Flavio këtyre. Që do i themi, sot e tutje në vazhdim ishte dashur, nuk ka më inteligjencë artificiale, do të jetë vetëm artificiale. Artificiale, sa do flasim në një nga këta, vazhdojmë me telefonata në mëngjes. Përshëndetje. Nderime. Mëngjes. Dy gjëra shkurt. Ha, more. Atë që thatë jo për kadastrën. Aha. Mirë ka bërë. Po për zotin, po. Sepse volën pronat në Vlorë dhe shumë Tiranë. Po. Se Vlora është bërë si kërë nga kacakve. Po. Bo, unë i vrali, u bo deti kose piu kusari. Hajduti dyti, hajduti pari, hajdut me qizme peskatari. Në hajdutët e gabitën e molën Vlorën. Nuk e dija janë hajdutët tamam. Po, e dyta, po, hajdutit, po. E dyta. Ka një emër tjetër. Sot është një datë shënor. Është dita holokaust. Është dita... Mos u ka fjala se ikën nga puna nga të fshehja. Forcat armate çleun kampin çfarë të Auschwitz. Tani çfarë do? Rama shkon në Izrael. Po. Çfarë turpi? Pse do fara? Sepse babai Ramës Mustafa Krujen e që në trastar s'kodni. Mustafa Kruja në 22-23, kur shtërhun e brendë Shqipëri ka qenë kryeministër. I biri trastari, shkon në Izrael, ku ka arritur punë. Përse të ketë protestës, sa më shtetit edhe mundur. Populli sot, hekuri rrihet sa është në vetë. Po sof, s'ka nevojë për Kovačić. Ju përshëndes, ju uroj ditë mbarë. Gjithashtu. Përshëndesim zotrin, ndërkohë që të gjithë banorët e prekur nga tërmeti dhe nga përmbytjet janë në për protesta dhe në një pritje të ftohtë duke u dridhur që do të caktohen banesa për ta, ministri i financave mendon se jeton në një vend tjetër. Ta nuk jetojnë më në Shqipëri, më duket. Po ka kaluar 7 vite, ndoshta. Ka kaluar, ka ikur. Ka ikur si problem. Ka 2 javë ka ikur nga... Jo, si problem vazhdon ai.
Për këta ka kaluar. Për ata është harruar, absolutisht, sepse për pronarët e banesave, pronarët e bizneseve, cilëve u janë premtuar në fakt shumë çka që prej 7 viteve. Është përmbytja e 4 që është ende pa dëmshpërblyer. Kjo, gjithashtu edhe banorët e tërmetit, nuk e di, po presin tërmetin e radhës, t'ju premtohet dhe t'ju rifreskohet premtimi për dëmshpërblime dhe për marrje banesave. Shohim se çfarë thot ministri jon i famshëm i financave, Petrit Mala, jo aktori, ky i riu. Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, ne kemi përfunduar të gjithë proceset e nevojshme të konsultimit si me palët e interesuara, pra me palët e treta, por edhe brenda kabinetit qeveritar, dhe shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Për sa i përket primit, primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar, natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin, do të subvencionohen nga ana e shtetit dhe besoj që do të jetë një ligj shumë i mirë për vetë faktin sepse primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Pra do të ketë një shoqëri e cila aksioner do të jetë shteti dhe do të menaxhojë primin e detyrueshëm për sigurimin nga tërmeti. Për sa i përket fatkesive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj, pavarësisht se për çështjet e përmbytjeve kemi parashikuar diçka e cila pasaj më tej mund të shtjellohet me aktet nënligjore, por për momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Për fatkeqësitë e tjera natyrore do të vlerësim dhe një analizë. Faleminderit. E morë vesh mashtrimin më të fundit të më të ri, më i freskët. Çka kryevepre? Asnjë përgjegjësi për gjithçka ka ndodhur. Asnjë përgjegjësi për lekët, se për çka kemi fond emergjence, nëse kur ka emergjenca nuk do i përdorim ato lekët, dhe mbi të gjitha një super taksë re lehtësisht e pa përballueshme, se tash lehtësisht e pa përballueshme, për pak lapsus freudian ky, një taksë re që të jetosh në Shqipëri dhe të kesh shtëpi do paguash taksë ndaj tërmetit, siguracion do i quajnë këta. Dhe si siguracioni kur të digjet shtëpia do e provosh që si shtefa jot. Mendon shteti për ty? Me kismet. Pasi i ke dhënë 1.000 euro në muaj. Super, super. Bravo, bravo qeveria se di si e menduan këtë. Si i shkojnë mendje kjo gjë? Këtë mërshme. Ul aty dhe tha, kemi vjedhur lekët e emergjencës. Unë mbytën këta se kishin vjedhur lekët e hidrovorit. Kemi vjedhur metrat katror s'ka ku kalon zjarr fiksja. Janë ndërtuar pallatet pas një mas sigurimi se kemi vjedhur 8%, 3% dhe kolaudimin e kemi bërë me lek. Si t'ja bëjmë t'ja fusim këtyre fajin, Do i sigurojmë. Dhe kompani shtetërore, edhe pse kemi treg privat siguracionesh. Të doja shumë që... Ç'ishte kjo me? Greta, pse bën nga këto ti Greta? Të ishte përballë vetëm një prej banorëve të cilët protestojnë sistematikisht. Jo se bështyn ata. Ti thonë thjesht... Janë si struce ta bështyn kur gënjen. Të dëgjojnë, po nese. Tani do të merrem mesazhe, do të presim telefonata. Njërën e kemi në linjë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Pa qenë shprehje vjetër. Në nusja motit pa thonë, tha lumja unë, tha që në e mirë të në shashohim, ta shto po në shashohim që kërë mosra Shqipëris, kërë hajdudi, ka shku në Izrael, kjo Spirokoli, kjo ka shku në adjen në Ukrahin, dhe nuk e di se për qa betohen të aminisat dhe kjo qeveria para në të kushtetut, pa ja letë, kushtetut, që betohen për me fjallu heshtë botore apo shqiptore, dhe të i po këta nuk e di se kur do të se shako kjo Shqipëri, kjo intelektual shqiptor
Si unë për vete jam aq i rryer për intelektualin, inteligencën shqiptare që lejojnë. Inteligjencë artificiale? Na duhet një intelektual shqiptar si e pranojnë ta vërtetojnë Shqipërinë kjo motër. Dakor, faleminderit zotëri. Gjova mbrëm te Grida Shokun Curri. Nuk jeton ai në Shqipëri. Shokun Curri? Shoku Curri nuk jeton në Shqipëri. I rrofta dhe diplomat që thot që i kam. Tash kështu, diploma kanë sa dush këta, diploma për të tërë. Sozia e Michael Jacksonit anglez na knaqi nga plerat e Ramadurës. Nuk e kuptova këtë mesazhin, e ka dërguar te video, por nuk e shoh dot. Buongiorno, po shkruaj nga Italia. Kam ndjekur protestën nga fillimi deri në fund. Nuk e ke idenë çfarë kënaqësi e kam ndjer, më në fund popullin këm kundër kriminalëve, ajdutëve, mashtruesve. Lexova reagimin e Edi Ramës. Dhe kur flet për plakun, të shplaj gojën, fliste për shkatrimin e pronës publike. Rama, ajo pronë është e popullit dhe jo jotja fute në kokë. Dhe aty nuk ishin militantët e Berishës, por populli që ti pretendon se ai të ka votuar. Populli turren dhe fort, madje. Do t'i them Ramës se kot që më ke bllokuar në Instagram. Të mërshma. Si e blokon Vazhdojnë ende në Instagram. Sa mirë zotria ka parë nga lajmet nga mediat italiane, apo jo? Po patjetër. Mirëmëngjesi, këtë tepelenën kur do e pastroni? Unë ta pastroj tepelenën. Nga ramistët e vegjël se na kanë bërë rrodhe tek bashkia që ka ta ndisi seksisti si ka solli qensh. Ndërkohë Sander Varsja vazhdon drejtues pa problem. Kryeministri Dino e emëron patronazhist të komandantit të gardës. Lëvizni vlla se na përpin shushunja të xhepist e seksist. Parulla në tepelen është lek edhe seks. Wow. O lekët o brekët. Njëra nga të dyja. Okej, ecim me tjera mesazhe, mirëmëngjes. Po keni mundësi dërgoni gazetarët verifikojnë atë drejtorin me marrëdhënie publike në Bashkinë Tepele Urdhro. Nga fshati Lekël, se edhe fshati ka që ne është fshatit ai që i ka qenë Lekël. Se ka seksal. Se lekë. Kush është banori më i famshëm i atij fshati? Nuk e di. Nuk e themi. Ndërkohë një tjetër na thotë çdo javë duhet të jetë protesta, pra i bie që të shtunën duhet të rikthehet protesta. Mirëmëngjes, protesta e radhës të shtunë që vjen, s'kan qa presin. Dhe një sugjerim, disa fishek zjarre tort nga ato të mëdhenjt dhe t'i drejtojnë nga policët. E ketë sigur që shpërnal me sekonda. Okej, agresive kjo Nardi, mirëmëngjes. Grevat nuk duhet të ndalojnë derisa të arrin misionin e tyre. Dakor? Durim pak për protestën e ardhshme. Sa të bëjmë tenderin për gaz të freskët se u ankuat për atë që përdorëm se ishte i skaduar. Faleminderit zotëri, e vlerësoj, mendoj që para protestës tjetër duhet të kombinohet me grevurie nga ana e deputetëve dhe më pas bllokimin e rrugëve, vetëm kështu mendoj që diktatori mund të riqet. Po si e ndikon greva uris për shembull e deputetëve? Se ti nuk e di pse kjo dieta e deputetëve nuk më rri. Edi në parlamentin e Izraelit për mirë apo për të për mirë parlamentin. Si ka bërë me parlamentin ton? Jo, i dridheshin në leqet e këmbëve. I dridheshin. Të shkretit moja ta shohim kur i dridhe katrën. Është e nevojshme për mëngjes. Pas gjysmë shekulli më pas, e njëjta fuqi ndodhet dhe me të njëjtën urgjencë, siç u prononcua më parë. I nderuar folës kryeministër, zonja dhe zotërinj të këtij parlamenti, unë nuk gjej fjalë më të mira me të cilat të filloj të adresoj dhe të shpreh emocionet e vërteta. Unë ndjej në këtë vend të veçantë të rëndësishëm dhe nëse Mossad nuk ju ka informuar, ju informoj që gjuin po më dridhen. Dhe ka një arsye tjetër pse ato më dridhen. E dija që të jesh plotësisht të jemi sinqert me ju. E dija që të flisja sot do të ndihej si një provim, le të themi, për të folur përballë një nga top 5 folësve më të mirë në botë, paktën në radhët e lisësime, zoti Netanyahu.
Ore, po bështliqet aty pse ishin? Po pra, e ndosha fjalimin e presidentit Trump, ishte goxha e mbushur salla. Këta nuk ishin të mahnitur nga ky toni? Gjuna. Ishte dikush aty që po bënte nxitsin e tifozit? Megjithatë le të shpresojmë që në fjalimin tjetër të jetë pak më mirë. Mirëmëngjes. Ka bërë më mirë në fakt. Nga Bergamo, protesta radhës do të jetë maksimumi të shtunën, por ndryshe duhet pajisemi me këpucë anti-infortunio, këpucë pune, maska, dru, hekur, edhe shishe me benzinë, jo me lule drita telefoni, për ndryshe quhet fest, thot Sokoli, dakord, çdo ditë që kalon është humbje jete, një ditë ne, diktatura një ditë në ferr. Dakord, do protestojmë sikur të jetë vetë çdo ditë. E vërtetë është. Ne pensionistët mund të mblidhemi çdo ditë në shesh, sado pak le të jemi atje. Se na mbuloi mashtrimi, vjedhja, dhuna e asaj gjuhë të ndyrë që mba në gojë ky kryeministri pa shoq në botë, mori qafë një popull, shkatroi dhe vodhi një shtet, thotë një pensionist, me sa kuptoj. Ndërkohë, mirëmëngjes, protestat duhet të jenë të vazhdueshme. Populli ka dorë forcën deri edhe bomba të hidhen ta shkatrojnë atë godinë, jo vetëm atë, po çdo dikaster krimi. Dje ishin në Izrael, 2 kriminalët në Izrael, njëri më shumë se tjetri që vrasin, dhunojnë popujt pafajshëm. Populli shqiptar do t'i bashkohet me 31 janar demonstratës së Adriatikut me parrullën për Shqipërinë pas një anë politike. Çdo protestë qëndron. Mirëmëngjes, protesta radhës duhet jetë sa më afërt, por jepni pak foton ku 10 vjeçari shoqëruar me 5 polica civil dhe atë kriminalin Es Mur që u arratis i pa shoqëruar nga policët. Ai rëndishte Romeo së vogël. Megjithatë, miq të dashur, vazhdojmë telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani për protestën që thoni ju, domethënë, ata për shembull më dëgjoni? Sigurisht. Se ishim atë ditë protestë, po dukeshin sikur ishin polica serb, jo policë shqiptar. Okej. Na helmun jam akoma 3 ditë me gryk jam. Vetëm nga ajo lloj gaz që ishte. Ishte që ki s'ka dum. Po qa suti qa i s'ka dum, Aldon. Ky vetëm do menesh ben ato lloj procesës gjëra shkot më kodë, se marrë vesh dhe këta policat qa bëjnë Allah, se janë shqiptarë Allah. I kanë fut një frym anti-neshër, se ku që di qa ishim. Asë gjë nuk i bëni, vetëm i rrinin ballë për ballë aty. Ata nuk durun as 10 minuta që e kore të parlamenti, vetëm mund të kenë edhja 100-200 capë për 10 minuta. Dhe jemi të sturë me një thëndë, për zotin e bën. Këta dun këshu, Aldo, dunja 1000 veta që të pajisemi dhe ne me maska dhe të rrimë dhe ne aty ëllë. Si pajisen ata, s'kemi që bëjmë. Nuk është ide keqe, falenderojmë zotrin. Mirëmëngjes, opozita duhet mos i ndalim më protesta. Tani iku koha foltorëve të zëvendësohen me protesta e vore dhe të fuqishme, jo vetëm Tiranë, por në të gjithë vendin, të bllokojnë kuvendin, duke u futur në grevuri e deputetët, duke paralizuar jetën normale në vende të ndryshme. Vetëm kështu rrëzohet Ramaduro. Dakord, Remziu nga Kuksi thot për protestën jam i mendimit të bëhet këtë të shtunë. Ju përshëndes. E përshëndesim edhe në Kuksin, ndërkohë protesta sa më shpesh që të mbaroj dhe ai shkreti gazi skaduar. E di si ishte Flavio, të priteshin gjunjët dhe bllokim frymarrje. Prandaj dridheshin dhe këti gjunjët në Izrael, kishte akoma pasojat e gazit. E kishte thitur me hund gazin. Ta dashin në kuptimin jo ajo që mendove Greta, nuk bëj ashtu aludimesh për kryeministrin e Republikës sonë. Viktori nga Vareze na thotë Nepali na dha një mësim të mirë se si bëhet protesta, pra tek ne duhet një protestë që t'i ngjaja asaj të Nepalit. Problemi është Viktor që ai brezi që e bëri atje këtu ka emigruar. Edhe ata që janë shumë pak. Mirëmëngjes, këtu asgjë nuk është normale sa të ndërtim Shokurama dhe bandat e tij kriminale, prandaj mendoj se protesta e radhës duhet jetë në fundjavë, pasi hekuri rrihet sa është nxehtë. Dje Edvini bëri një vizitë në Izrael, folin parlament atje me gjysmën e deputetëve që e bojkotuan. Me sa duket ka marrë rrugën pa kthim, pasi mbështetjet po i bien njëra pas tjetrës. Ditën e mirë thotë bazi nga Tirana, po i duhen Netanyahu ajo pak mbështetje politike, pra aq sa vlerë mund të kishte si takim ndërkombëtar, siç gëzohet Kosova për shembull për çdo njohje. Kjo parasysh edhe kur ka në njohje nga në republik me 6 persona, për shembull thonë ata Republika filan na njohu, është lajm i mirë. Po, u shtua edhe një shtet që e njeh Kosovën republik. Kështu që kështu edhe puna e Netanyahut. E vërtet. Edhe e Ramës.
Po, na njihnin prej kohësh në fakt, sepse historia ka treguar që Shqipëria ka qenë vetmi vend në Europë që ka ndihmuar Izraelit, por që dështon dita ditës të ndihmoj qytetarët e vet. Nuk doja që ndoshta do të themi që jemi hebrejnë. Ja. S'do na ndihmonte? As pak. E qartë. Megjithatë, nëse shihni mediat e majta në 24 orë të fundit, përveç se kanë glorifikuar siç bëjnë në çdo takim ndërkombëtar të Ramës, thanë që marrëdhëniet të Shqipëri-Hebre kanë filluar me Ramiz Alin. Po. Ja. Tash kështu thonë o ti. Gazeta Tema, Shqiptarja, Gazeta Pema. Pastaj Gazeta Pema. Gjithë thonin që ka qenë Ramizi dhe tani shoku Edvin që i kanë ndritur marrëdhëniet me Izraelin. Është mirë të lexojmë historinë. Po jo portale. Është mirë të lexojmë edhe lajme dita ditës në fakt që mund të jenë lehtësisht të verifikueshme, si për shembull për disa tema Flavio shumë të rëndësishme dhe që nuk mund t'ja anashkalojmë për dita e djeshme ka qenë shumë e trisht në fakt për disa episode që kanë ndodhur brenda familjeve shqiptare. Për shembull, një temë shumë e rëndë e abuzimit seksual në familje, që tashmë konsiderohet një krim i heshtur, ndoshta prej varfërisë, ndoshta prej problemeve sociale, ndoshta prej institucioneve që gjithmonë dështojnë të mbrojnë dhe më të pambrojturit të shoqërisë, fëmijët. Në Gjirokastër një 12 vjeçare kallzon njerkun për abuzim seksual, ndërkohë që i dyshuari në fjalë po vetohet, edhe për vrasjen e babait të sëmiturës. Më duket shokuese, një histori që nga 2018 ka ndodhur, ka akuzën lidhje me vrasjen e babait të vajzës smitur, personi me inicialet AL, që në 2018, por është me masën e sigurisë arrest shtëpie. Ndërkohë që në Shkodër, flasim për ca probleme të gjithë qytetarëve, me që se prekën pakës Durrësin, Vlorën, dhe ndërkohë ata janë duke protestuar në këtë momente, banorët e Prekalit pa qendër shëndetësore në rrugë. Po çe duan? Që do bëjnë? Ata shprehen se Benet Beci u ka thënë, ndërtojeni vetë rrugën. E vetmja qendër shëndetësore ndodhet shumë larg zonës në cilën ata banojnë, ndërkohë që pjesa më e madhe e njerëzve aty janë të moshuar. Më pëlqen edhe kjo foto që kanë gjetur me Benet Becin. Sa flokët. Dakor, mos ta gjykojmë për pamjen e jashtme. Është momenti për të bërë një moment, kështu, qetësie pak. Duhet pak qetësie. Morëm kohë deri në këto momente, shumë të janë mesazhet, telefonatat në linjë, do të rikthehemi më njëherë tek këto pasi të provojmë një sedaton, sepse sedaton të qetëson. Një qetësues që ndikon sistemin nervor duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi. Përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike ose përpara fjalimeve të vështira, politike, që mos dridhen gjunjët, dhe në përgjithësi ndihmon për të larguar tensionin e përditshëm apo ankthin. Ndikimin e sedaton, frymëria bëhet më e rregullt, muskujt të relaksohen dhe mendja gjen ekuilibrin e vet. Siç unë dhe Flavio do ta